Komisariati i Policisë Rrugore në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë u angazhua maksimalisht për përballimin me sukses të aktiviteteve që u zhvilluan në Tiranë, Giro Italia, Summitit, por edhe detyrave që ngarkojnë Policinë e Shtetit për procesin zgjedhor 2025. Mbas përballimit me sukses të këtyre aktiviteteve, strukturat e Komisariatit të Policisë Rrugore në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, me qëllim marrjen e masave për parandalimin e aksidenteve rrugore dhe rritjen e parametrave të sigurisë në rrugët urbane dhe interurbane, ka ndërmarrë një sër macash për të evidentuar dhe ndëshkuar përdoruesit e rrugës cilët kryejnë shkelje rrugore si mos vendosjes së skafandës mbrojtëse për drejtuesit e motomjeteve dhe pasagjerëve të tyre, zbatimin e rregullave nga përdoruesit e patinave elektrike ciklistëve, mos vendosja e rripit sigurimit si nga drejtuesit e mjeteve dhe pasagjerët që udhtojnë në to, përdorimi i aparatit celular gjatë drejtimit të mjetit, pushimi dhe qëndrimi i gabuar i mjeteve në kundërshtim me sinjalistikën vertikale dhe horizontale, kryesisht në stacionet e shërbimit të transportit publik dhe në kosit e dedikuara të biçikletave. Respektimi i normave të shpejtësisë së lejuar, dhënia përparësie këmbësorëve në vendkalimet e dedikuara për to. Policia Rrugore Tiranë apelon që gjithë drejtuesit e mjeteve të zbatojnë rregullat e qarkullimit rrugor. Për çdo shkelës që do konstatohet, do të jetë toleranca zero.